përgjigjen për pyetjen, po ç'është ky halli i madh që bredh Edi Rama nëpër Shqipëri dhe mbledh vetëm gratë. Që ta kuptojnë gjithë ata që nuk e dinë se si funksionojmë ne dhe nuk e dinë se si jemi ne të organizuar në familjen tonë të madhe politike, duhet ja u them nga Vlora që çfarë shikoni këtu në këtë sallë nuk janë gra dhe vajza të mbledhura për të duartrokitur, por janë trupa që udhëheq betejën tonë për të fituar mendjet e zemrat e njerëzve në të gjithë qarkun e Vlorës. Dhe kjo nuk i përjashton as pak burrat dhe djemt. Nuk i përjashton as pak burrat dhe djemt. Por ama, nga ana tjetër, ky është superioriteti ynë. Sepse vetëm me gratë e pararojës ne mbushim më shumë një sallë si kjo se sa ata tjerët me të tërë kashtën e koqet e tyre.